psikologjike dhe në gjendjen emocionale, në gjendjen shpirtërore, edhe ka ndikuar në boshatisje në gjendjes shpirtërore të Eglit, ka ndikuar negativisht. Dhe mendoj se Egli duhet në radhë të parë, Egli duhet të mendoje për vetveten e saj dhe jo se çfarë kërkon produksioni ose çfarë kërkojnë të tjerë, çfarë kërkojnë emisionet e tjera. E qartë. Mirë Manjola, ndërkaq ish banorja e Big Brother Kosova 3, Xheneta Vetau ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. A e ruajti po them gjesti i qetësim përballë Xhenetës? Ishte një surprizë e madhe për Gjesti, një surprizë domethënë në mënyrë habitore, një surprizë që Gjesti dhe vetë nuk është aty e shikova, domethënë Gjestin që nuk e kishte më pëlqim siç kishte dikur për Xhenetën, edhe pse përflitet për ta që akoma ka një ndjenjë ndoshta që nuk e shpreh, ndoshta që e mban për brenda Gjesti, ndoshta don ta ndrydhje këtë ndjenjë, por mendoj se Gjesti çdo gjë me këtë vajzë i ka dhënë domethënë një fund, mendoj, dhe se të vërtetës e din vetë Gjesti, por në bazë të reagimeve të shikimeve, sepse ata kishin një kontakt, një reagim nëpërmjet syve, por Xheneta mendoj se kur hyri aty, mendoj se u zhgënjye pak nga veprimet e Gjestit, ashtu me mimika, me veprime, sepse nuk kishin se si të reagonin, dhe Gjestit bravo i qoftë që më pëlqeu që nuk i dha shumë rëndësi as me shikime, dhe as me veprime të atilla, madje i dha rëndësinë e negativitetit, jo të pozitivitetit, ose jo që kjo gocë të shpresoje tek Gjesti. E qartë. Ndërkaq Manjola, do ndikoi edhe prania e Xhenetës në dinamikën e lojës? A ndikoi, po them? Nuk besoj se do të ndikoje fare për Gjestin. Gjesti u duk shumë i qartë në parimet e tij, në vendimet e tij, me aq sa mundet ai t'i japë dhe t'i shprehë me gojë, ai shumë mirë po i shpreh me veprimet e tij dhe mendoj se nuk do të ndikoje fare. Është madje Gjesti nuk po ndikon në thjesht të thoj ndikoj ajo, ndikoj kjo tek Gjesti nuk po ndikon asnjë gjë. Gjesti është i atill, mendoj është edhe në jetën e përditshme. Është një lojtar me veprime. Është një lojtar që edhe nëpërmjet të shprehurit, por është një lojtar që nuk ndikojnë gjëra të hyri ai, doli ky, foli ai apo nuk foli ai. Është një lojtar që din të mbaje lojën e formateve të atilla. E qartë. Ndërkaq Manjola, si po e përjetojnë edhe banorët pra sfidën e re atë të qëndrimit pa reagim? Ka emocione të ndrydhura, është një gjë shumë e bukur ta shikosh domethënë nga ekrani, por ta përjetosh tek njerëzit është e vështirë, sepse kanë emocione që ato në ato momente duhet i ndrydhin emocionet e veta, duhet të ndrydhin të folurën e vet, duhet të ndrydhin edhe veprimtarinë e tyre. Madje më shumë më erdhi domethënë një keqardhje për Rozanën që kur i hyri nipi vet dhe i kishte çante me lot në sy dhe nuk reagonte dot. Dhe të gjithashtu çajtën, disa prej tyre, çajtën me lot dhe reagimet e tyre u detyruan që t'i ndrydhnin. Madje ta përforconin dhe ta tundonin dhe vetveten e tyre ndaj kësaj sprove që ju dhan nga ky format. Por mu duk shumë e lezetshme, e këndshme dhe për të sprovuar pas 80 e sa ditëve, sepse është e vështirë, t'ishte në fillesat e tyre ndoshta do ta kishin dhe më të lehtë, po pas këtyre ditëve që kanë kaluar, ishte shumë e vështirë ndrydhja e emocioneve dhe e veprimeve të tyre. E qartë, por ndërkaq si do të ndikojë Xheneta në ekuilibrat e shtëpisë, Manjola? S'do të ketë ndikim fare. Unë mendoj se Xheneta do ishte më mirë të mos hynte fare, nuk ose sjellin ndonjë gjë apo ndonjë reagim apo sjellje një dinamik, diçka të re, jo se kishte për të sjellur, por të paktën ndonjë dinamik në diskutim për t'ju përmendur Gjestit, pavarësisht se Ola ja përmendi, faktikisht ja ka përmendur Gjestit, por edhe ajo përmendja asaj ishte e kotë, sepse nuk besoj se do të sjellë asnjë lloj gjëje, sepse duket e qartë që Gjesti i ka dhënë fund me këtë gocë dhe nuk kanë se çfarë të reagojnë njerëzit aty, banorët që janë aty nëpërmjet saj. S'kan çfarë të marrin nga kjo dhe ti shprehin Gjestit apo ti përfolin Gjestit për të, sepse nuk është se është një banor aty që qëndron dhe të përflitet për të, është që kishte hir disa minuta dhe nuk solli asnjë gjë, thjesht unë them me uli Xheneta